edhe në post sot, edhe në SPAK, depozitova kallëzimin e 12 për ajdarin e famshëm të bashkisë së Kuçovës, i cili mbrohet nga oligarku Salilari edhe nga politikan të lidhur me të. Këtu do t'ja jap medjave përveç kallëzimit të sotshëm edhe një memo të 4 drejtuar Dumanit në ikje, i cili s'më ka dhënë asnjë përgjigje për 11 kallëzimet e para. Kallëzimi sotshëm ka të bëjë me 1 milion euro tender rekonstruksion të një shkolle në Avaleas të Kuçovës, ku nuk janë asnjë dhjeta e nxënësve, klasët pothuajse janë bosh, dhe ky referim ka të bëjë me indicje të qartë publike të dhënë edhe nga mediat për manipulim të procedurës së prokurimeve publike, skualifikim fiktiv të operatorëve, krijim të një gare formale dhe jo reale, përcaktim të fituesit, devijim të fondeve publike në shkelje flagrante me ligjin. Të tender e ka marrë NIP-i i Sadri Abazit. Ka lidhje të qarta politike që ndodhin në Shqipëri.